Nëpër malet, fushat dhe brijet e Ballkanit, shpërndara mes mjegullës së kohës. Ekziston një histori që nuk shkruhet në libra, por në gurë të rënë, themele të fshehura dhe heshtje të thellë. Shtjellat lire që u zhdukën, jo thjesht u braktisën, por u tretën, u varrosën, mbuluan nga dheu e pyet, duke lënë vetëm gjurmë të zbeta të një bote të humbur. Ilirët, populli i lashtë, e mizotroi këtë troje. Nuk ishin vetëm luftëtarë. Ta ishin ndërtues të fortifikimeve të mëdha, mjeshtër të gujë, zotër të lartësive, ku ngrinin vështjella të frikshme, për armiqt, por të pathyeshme për natyrë. Dhe megjithatë, shumë prej këtyre vështjellave u zhdukën në mënyrë të misteshme. Rrëfimet fillojnë me një fakt të thjeshtë. Në çdo zonë ku jetonin ilirët, nga Alpet deri në Epir, nga Dardania deri në brigjet e Adriatikut, ka shenja të fortifikimeve që sot askush nuk mund t'i identifikojë plotësisht. Themele ciklopike, mure që ngrihen nga asgjëja, gurë të mëdhenj, sa të ngrenë dyshimin, se ilirët njihnin teknika që sot nuk i kuptojnë. Disa prej tyre ruhen të mbuluara nga pyjet, të tjerat dukur në qytetet moderne, tjera të fundosur në një. Duhet se disha kështjella nuk azgjësuan nga luftërat, por nga vetë koha. Ilirët, kur sulmoheshin nga romakët, shpesh braktisnin fortifikimet të tëra, i digjnin portat, i linin shkret. Disa kështjella u zhdukën brenda një natë, përpir nga zjarri, e pastaj nga sheku që i mbuluan. Në veri, e gjendat flasnin për një kështjellë të madhe, mbi një maj që sot nuk ekziston. Banorët flasin për muret që shfaqen vetëm kur toka çan. Disa flasin për korridori guri nën tokë, pjesë të një qyteti kështjellë që askush nuk ka arritur të eksplorohet plotësisht. Disa arkeologë mendojnë se mund të jenë vetje të një fortifikimi i lirë, të zhdukur nga rëshqitjet e dheut mijëra vjet më parë. Në jug, rrëfimet janë edhe më të çuditshme. Thuhet se një kështjellë e madhe ilire fundos në një liçen, pasi një tërmet rrënditi gjithë rajonin. Sot në thellësitë e tij, shkatarët betojnë se shohin hije muresh, shkallë dhe forma të çuditshme, si gërmadha. Dhe në poshtë njërat e vjetra të lumit, kur uji bie, dalin në dritë gurë të punuar, me një teknikë që nuk i përket periudhave të mëdhenjshme. Askush nuk e di të thotë saktë se kujt i përkasin. Në fushat e Shqipërisë së Mesme, të mbuluara me toka pjellore, ndodhen themele që dalin në dritë vetëm gjatë gërmimeve bujqësore. Rreshta gurësh të mëdhenj, të vendosur në një simetri të habitshme. Disa prej tyre kanë forma që ngjasojnë me murin e një kështjelle të madhe. Ilirët në këtë zonë ishin ngritur shumë prej tyre. Vetëm disa janë të dokumentuar, pjesa tjetër zhdukur pa gjurmë të varrosura nën shekuj. Një tjetër mister që lidhet me zhdukjen e kështjellave ilire është fenomeni i shëndrimit të tyre toka bujqësore. Pasi banorët e mëvonshëm përdorën gurët për ndërtime të tjera, kështjellat u shkatruan gur më gur, derisa u zhdukan nga sipërfaqja. Sot, e vetmja gjë që tregon se aty diku qëndronte një fortifikim gjigant, është ndonjë kodër jo natyrale, ndonjë rresht gurësh të çuditshëm, ose një vend me emra të lashta, që përmendin kala, qytet, ledh, mur. Disa studiues modern besojnë se disa kështjella ilire ishin shumë më të vëzhguara nga sa besohet. Se ato mund të kenë qenë qendra kulturore, politike ushtarake, të zhdukur nga ngjarje natyrore katastrofike, tërmetet, përmbytjet, rrëshqitjet masive të dheut. Në disa zona malore, leq tregojnë histori të lashta për një qytet që u grallabërua nga mali. Arkeologët vizitojnë zonën, gjejnë gurë të mëdhenj, shpërndar në mënyrë të çuditshme, sikur të jenë pjesë e një ndërtese, të shkatruar nga forca të jashtëzakonshme.
Ajo që e bën edhe më intriguese këtë histori është fakti se shumë prej kështjellave ilire të humbura nuk janë dokumentuar asnjëherë zyrtarisht. Qindra Maja Malesh ende presin të zbulohen. Qindra Lugina mbajnë poshtë një histori të fshehur. Dhe shpesh, zbulimet më të mëdha kanë ndodhur krejt rastësisht në fshatar që hap një puzë dhe gjen një mur. Një rëshqitje e tokut që zbulon një portë të gurtë. Një ndërtim rrugësh që gjen themeljet e panjohur. Dhe folur për zhdukjen e kështjellave ilire. Prek një nga poshtet më të thella të historisë sot, humbjen e kujtesës. Ilirët ishin një nga popujt më të fortë të antikitetit. Por historia e tyre e shkruar është e pakë. Ajo që na mbetet janë ngurat dhe shumë prej tyre të zhdukur. Sot kur ecën nëpër kodra të buta, ose ngjitesh në maja, po ndjen erën e fortë të veriut. Nuk e di se po ecën mbi një qytet të lashtë, mbi një kështjellë. Dikur strehonte luftëtar, gra, fëmijë, mbretër e prijës. Aty ku sot ka vetëm bar, hurë dhe heshtje. Dikur dëgjoheshin kambanat, urdhra, këngë lufte dhe zhurmë me jetës. Kështjellat ilire të zhdukura nuk janë zhdukur vërtet. Ato jetojnë në tokët, në gojdhënat, në rrëfimet e zbeta, dhe në dënën e popullit të kësaj tokë. Ata janë dëshmi e një bote të madhe, të fuqishme, të paplotësuar, të pret të rindërtohet. Deri atëherë, misteri i tyre do të mbetet një nga sekretet të mëdha të historisë së Ballkanit.